ditëlindjes vajzës, masive që pas ka ditëlindje. Cila është dhurata që ja keni bo? Mund ta shihni kafe që lekun do. Faleminderit shumë. Mi për emisioni 05, sot kemi dalë në sheshin e Prishtinës me abu të pytje, po ju shohëm që jeni që... Po. A mund të një me nga të regu diçka rrët lidhjes që që sheni njoftu? Ne nuk jemi të vendit, jemi të Republikës së Maqedonisë në Katetova, po çështja jonë pak më personal, nuk kemi qef me e shmërta historinë tonë në përjetë. Pas keni arë këto, për çka keni arë? Ditën e kësaj vajzës. Urime. Shumë. Sheni të kalu? Shumë mirë. Jemi tu kalu shumë mirë. Më pëlqen vendi, koha është e mirë, që s'ka në rregull. Cili vend ju pëlqen më shumë kështu me kafe, me restorante, se po besoj që keni dalë dhe keni kalu shumë kohë në për këto vende. A keni diçka në vend preferuar që ju ka bu përshtypje më shumë? Specifikisht për mua jo. Se është vendi mirë, më pëlqen që s'ka, nuk kam Mirë, diçka. të kalu neja, qështu, ta këshirë ma bo. Edhe sa keni me ndajt, a keni me shku prap? Kërë më këthy apet. Sot, a najdi tjetër? Sot. A keni marrë prap verës? Besoj se po. Kismet po. Cili është ushqimi që bëhani ma shumë të këto? Se i kemi të ushqime pak ma... Do mos ushqime tradicionale. Mendoj se kulturat i kemi të njëjta, jemi shqiptarë që të jetën në Maqedonisë dhe të Kosovës, i kemi të ngjashme, nuk ka problem. Tash për ushqimet kulturore dhe që pave këto krejt i kemi të njëjta. Thonë nuk kemi diçka specifike që na pëlqen. Mustandin, diçka tjetër më ju pyet pak a shumë rreth ditëlindjes vajzës, masive që pas ka ditëlindje. Cila është dhurata që ja keni bo? Mund ta shihni kafe që lekun do. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Kalofshi mirë.